Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani 3 hurma arabie çdo ditë, duhet urgjent ta dëgjoni këtë lajm. Ju mbase nuk dini disa fakte për hurmat e arabisë përveç faktit se janë shumë të shijshme dhe kanë vlera të mëdha ushqyese. Ne këtu do t'ju tregojmë disa fakte për to dhe pse ja vlen që t'i konsumoni. Janë shumë ushqyese. Hurmat e arabisë janë shumë ushqyese dhe të pasura në mangan, magnez, fibra, vitamin B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës do të përmirësohet kur hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë bën shumë mirë kundër kapslokut, gazdrave, fryrjen e barkut e të tjerë. Sasia e lartë e fibrave e garanton këtë, si edhe është përdorur për trajtimin e hemoroideve. Është një qetësues efektiv dhimbjesh. Hurmat e arabisë përmbajnë gjithashtu magnez, i cili është i njohur si përbërës antiinflamator. Si të tilla, ato janë efektive kundër rënjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Gjithashtu, ato janë njëkohësisht efektive edhe për sa i përket reduktimit të inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve në zemër. Gratë shtatzëna duhet njëkohësisht që të hanë hurma arabie, për shkak se është vërtetuar se hurmat e arabisë janë shumë të përdorshme nga gratë gjatë shtatzanisë. Për ato që duan të humbasin në peshë, si edhe gjatë procesit të lindjes, kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në testim 69 gra dhe ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre, kanë pasur një proces lindjeje më pak me dhimbje. Hurmat e arabisë janë efektive për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni i gjakut mundet që të rregullohet kur hani hurma arabie pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për shëndet të mirë të zemrës. Magnezi gjithashtu është i mirë për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë e cila është një produkt shumë i mirë dhe një studim i botuar në revistën amerikane klinike të Nutrition. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionimin e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur rregullisht ndihmon që truri juaj të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasura me këtë vitaminë që ndihmon për të përmirësuar memorien, funksionin njohës, përqendrimin dhe fokusin. Hurmat e arabisë janë plot vlera të shijshme dhe me nivel të lartë ushqyesish. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat e arabisë janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit ton një sër përfitimesh. Hurmat e arabisë janë gjithashtu një burim i pasur fibrash të shëndetshme, mineralesh dhe vitaminash. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera mbi sistemin tretës. Gjithashtu, këtu ju do të mësoni mbi sugjerimet dhe mënyrën dhe sasinë ditore të rekomanduar të hurmave të arabisë. Shëndeti i zemrës. Kaliumi i cili gjendet tek hurmat ul rrezikun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse përfshini hurmat në dietën tuaj, do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut, duke i bllokuar ato dhe duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë që zemra është e rrezikuar nga bllokime
të menjëhershme të cilët mund të ndodhin në enët e gjakut. Ngrënia e hurmave mundet që të ulë kolesterolin e keq dhe të mbajë zemrën të sigurt. Nivelet e energjisë. Hurmat e arabisë janë njëkohësisht të mbushura me sheqerna natyral të cilët përfshijnë fruktozën, sukrozën dhe glukozën. Kjo i bën ato një ushqim të favorshëm për ata të cilët kanë energji që të rrisin nivelin e energjisë. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta të cilat premtojnë energji dhe konsumoni hurma arabie. Fibra që ato përmbajnë do të parandalojnë shpërthimet e pakontrolluara të sheqerit në gjak, siç ndodh me ëmbëlsira të tjera. Përmirësojnë aparatin tretës. Hurmat e arabisë përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrës të tretshme, e cila është elbësore për një sistem të mirë tretës sepse arrin që të orientojë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë, aparatin tretës. Kjo taktik ndihmon organizmin të shmangë konstipacionin. Kaliumi, i cili gjendet tek hurmat e arabisë, ndihmon në trajtimin e diarresë dhe problemeve të tjera në stomak. Duke qenë se ka në ngjyrë kafe, hurmat e arabisë konsiderohen si ekuilibrues në aparatin tuaj tretës. Në përgjithësi, ushqimet me ngjyrë kafe janë edhe të këshillueshme për tretjen. Për më tepër, hurmat forcojnë bakteret e mira në stomak. Trajtojnë dhe parandalojnë anemin. Anemia prek shumë njerëz, nevoja e të cilave për hekur është e madhe. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit që i bën ato të domosdoshme kundër anemisë. Ngrini nivelet e hekurit duke konsumuar të paktën 3 hurma në ditë. Kockat, gjaku dhe sistemi imunitar. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm për parandalimin e sëmundjeve të këqija. Këto minerale janë të nevojshme për të mbajtur kocka të forta dhe gjakun tuaj të shëndetshëm. Përveç shijes, kjo është një arsye më tepër për të konsumuar 3 hurma në ditë. Së fundmi, por jo nga rëndësia, hurmat e arabisë janë të mira për shëndetin, ndonse kanë një nivel të lartë fruktoze. Edhe nëse dieta juaj ju mban larg sheqerit dhe produkteve të ëmbla që përfshijnë sheqerin e arrës së kokosit, mjaltit, shurupit të mistrit e të tjerë, mos harroni të konsumoni hurmat në treg dhe gjithashtu kërkoni për fruta të cilat janë tepër të rëndësishme dhe gjithashtu duhet që të kërkoni për hurma të cilat e kanë lëkurën e butë dhe jo të rrudhosur. Mos zgjidhni kokra me aromë të çuditshme ose tepër të forta. Hurmat e thata të arabisë mbahen në frigorifer dhe qëndrojnë aty deri në 1 vit. Hurmat e njoma duhen ruajtur në enë të izoluara mirë dhe të qëndrojnë deri në 8 muaj. Nga ana tjetër, hurmat e arabisë forcojnë mëlçinë dhe përmirësojnë punën e saj detoksikuese, forcojnë muskujt, lehtësojnë sistemin nervor, përmirëson punën e gjendrave tiroide dhe enëve të gjakut, zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë sekrecionet. Hurmat nga ana tjetër freskojnë zorrët dhe i mbajnë ato të mbrojtura nga infektimet. Pastrojnë veshkat dhe normalizojnë njëkohësisht urinimin. Nëse nuk e dini, atëherë ato janë një ushqim dhe ilaç për fëmijët. Hurmat përmbajnë sheqer natyror i cili tretet dhe thithet të lehtë, kështu që është e sigurt dhe dobi prurëse për stomakun dhe zorrët e fëmijëve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.